Shqipëria luan të njëjtën ndeshje më të rëndësishme në historinë e saj në përpjekje për të realizuar ëndrrën e kualifikimit për herë të parë në një kampionat botror. Ish lojtari i flamurtarit e kombëtares shqiptare Vasil Ruci e konsideron përballjen me Poloninë si vendimtare. Sipas tij, kjo është një ndeshje ku trajneri duhet të kombinojë shumë elemente, duke filluar nga përzgjedhja e lojtarëve, por edhe duke ndërthurur ndjenjën e krenarisë kombëtare. Është ndeshje më e rëndësishme. Arsyeja është sepse në këto stade vetëm një herë vim, edhe nuk e di do vi prens tjetër ta shikojë ndonjëherë Shqipërinë që të arrijë në këtë paktën në këtë nivel që të arrijë të ketë një ndeshje të tillë. Është duhet shumë e vështirë. Dhe në raste të tilla, gjë më e bukur është që pjekuria profesionale e trajnerit dhe dëshira e madhe për ta marrë këtë ndeshje, plus përveç pjekurisë, plus përgjegjësia nacionaliste që duhet të ketë këtë radhë, ky lloj trajneri duhet i bëjë të gjitha gjërat bashkë që të arrijë të marrë vendime të jashtëzakonshme më shumë se herë tjetër, që të jenë kualitative dhe të jenë dhe fituese. Unë them këtë që dilema më e madhe do të jetë lojtarët që kanë qenë me kombëtare dhe nuk kanë lozur dhe lojtarët cilët luajnë por nuk kanë qenë me kombëtare. Kjo do të jetë dilema më e madhe e këtij trajneri. Pra përzgjedhja gjë më e vështirë do të jetë në këta dy lloj futbollistash. Duhet të bëjmë më të mirën që të arrijmë të fitojmë. Shikoj, çdo ndeshje ka specifikën e saj dhe unë besoj kjo ka një specifikë veçantë. Për mua e rëndësishme, gjëja më kryesore që duhet të jetë në këtë ndeshje është si do arrijmë të thyejmë mes fushë. Sepse të fillojmë të ndërtojmë nga mbrojtja, nga portieri, është pak e vështirë sepse janë njerëz cilët fizikisht janë të përgatitur shumë. Dhe normalisht një pressing do na detyrojnë që të na mbajnë mbrapa. Shumë e rëndësishme është çfarë lojtar do të fusë mes fushë, që të arrijë të thyejë aksion dhe të nisim aksione të shpejta drejt sulmit me njerëzit që do jenë të gatshëm ose më të mirët për t'i vënë në sulm, për zgjedhje. Ruci thekson se pavarësisht vështirësive, mundësitë ekzistojnë për Shqipërinë që të sigurojë një vend në botrorin që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin qershor. Ai shton gjithashtu se edhe Kosova ka shanse dhe nuk përjashtohet mundësia që një ekip shqiptar të jetë pjesë e këtij kompeticioni të madh. Shanset janë shumë. Nëse do arrijmë që të bëjmë gjitha gjërat bashkë, do kemi përqendrim 100% në ndeshje. Do arrijmë të dimë të zgjedhim gjithë njerëzit në pozicionet e duhura. Dhe sot për sot që janë në gjendjen më të mirë për të luajtur futboll, unë besoj se shanset janë. Shumë shpejt në shqiptarët kemi ikur refugjat me gomonet, kemi bajt drejt Italisë. Tani do ikim me anije të mëdha drejt Amerikës të me avion. Me avion, kuptohet jo me kështu. Na pëlqen që të ikim në Amerikë sepse është ëndrrë gjithë shqiptarëve. Shqipëria luan të njëjtën në Poloni me ëndrrën e madhe për të kualifikuar për herë të parë në një kampionat botror, një objektiv që mbetet i vështirë, por gjithsesi i arritshëm.